nuk kam prova po dëshmi se UÇK ishte prapa kësaj dhe kam indikacione që provojnë të kundërtën. Përgjigje jo, NATO nuk duhej që të planifikonte këtë gjë dhe nuk më ishte udhëzuar, nuk më kisha marrë asnjë lloj udhëzimi për një gjë të tillë. Megjithatë, si komandant i përgjithshëm, unë e ndjeva që të informoja varësit e mi që të përgatiteshin në një situatë të pafat, për shembull, që do të mund të ndodhte diçka, siç ishte rasti i asaj çfarë ndodhi në pistë në Prishtinë. Unë vazhdoja që ishte shqetësuar për mundësinë e agresionit serb, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin. Jo se vazhdonte të kishte gjendje lufte, po për shkak të mungesës së marrëveshjes dhe për shkak të informacionit vazhdueshëm që unë merrja lidhur me deklaratat e serbëve, inatin e serbëve dhe fakti që Miloševići ishte një personazh i zgjuar dhe dinak që kishte mënyra të shumta për të funksionuar. Kështu që nëse ti më kërkon që unë të bëj një gjykim 25 vite më pas, në qoftë se ka pas ndonjë lloj mundësie që Serbia të kthehej përsëri në Serbi, unë më them që sigurisht nuk kisha shans ai të kthehesh, do Serbia të kthehesh në Kosovë. Dhe kur Mike Jackson ka shkruar librin e vet me 10 ose 15 vite më pas, sigurisht që të gjithë e dinin që Serbia nuk u kthye më në Kosovë. Por ishte pjesë e përgjegjësive të mia si general që të merra të gjitha përgjegjësitë dhe të bëja të gjitha planifikimet e nevojshme në mënyrë të tillë që të sigurohesha që Serbia nuk do kthehej më.